Por çfarë qëndrimi po mban Partia Demokratike e Librazhdit pas dorëheqjes së Lulzim Bashës? Në studio kam në këtë moment zotin Bujar Vreto, kreu i degës Partisë Demokratike në Librazh. Zoti Vreto, faleminderit që jeni me mua. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën. Zoti Vreto, një ditë më parë, zoti Lulzim Basha ka bërë edhe takimin në Elbasan. A keni qenë ju i pranishëm? Dua ta theksoj edhe se ju jeni pozicionuar në krah të zotit Lulzim Basha. Së pari, unë dua të uroj besimtarët musliman, sepse nesër fillon muaji i Ramazanit, i agjerimit. I uroj ata nga thellësia e shpirtit, po jo vetëm ata, gjithë popullin shqiptar. Agjerim të lehtë, sepse në thelbin e saj është dashuria, respekti dhe mirëkuptimi. Prandaj edhe një herë, agjerim të lehtë për ta. Kthehemi ke pyetja juaj. Unë dje isha në atë takim në Elbasan që u organizua me pjesëmarrjen e zotit Basha. Si e shikoj dhe si e trajtoj unë këto takime të zotit Basha me bazën. Faktikisht, takime të nivelit apo të formatit me 10, 15, 20 veta duhet të ishin organizuar që në vitin 2016, 2017, 2018, 2019. Por gjithsesi, asnjëherë nuk është vonë për të kuptuar realitetin në bazë. Sepse, siç e kam deklaruar edhe në kolegjin e kryetarëve, shumë nga deputetët, kolegët e mi, apo edhe intelektualët të tjerë, i kërkonin zotit Basha një hap pas. Faktikisht, unë e konceptoja që zoti Basha duhet bëj një hap para dhe 2 apo 3 hapa të ktheheshe në thelbin e problemit. Kur thoni një hap para, në ç'më mënyrë? Çdo hap para, qoftë edhe dorëheqja është hap para, akt civilizimi. Sepse hap pas çdo të thotë, do të thotë të kthehemi ke 9 shtatori, do të thotë të kthehemi te 11 dhjetori, do të thotë të kthehemi tek 18 dhjetori, do të thotë të kthehemi tek 8 janari, apo çfarë? Absolutisht, unë kam pasur edhe një koncept tjetër, që ditën që u pezullu zoti Berisha nga grupi parlamentar, zoti Basha, me një akt fisnik dhe civilizuar, duhet kishte dhënë dorëheqjen edhe vetë. Sepse ata kanë qenë bashkëkryetar për 8 vjet. Ata kanë qenë dhe bashkëudhëtar në qeverisjen Berisha 2005-2013. Edhe pse janë arritur shumë nga ajo qeverisje, prap e djathta ka qenë e atrofizuar. E djathta ka qenë e tradhtuar. Kontributorët dhe faktorët, intelektualët e ndershëm që vijnë nga kjo shtresë, absolutisht u përbuzën dhe nuk morën atë që u takonte në shërbim të qeverisjes, të bashkëqytetarëve dhe të kombit. Pjesëmarrja ime dje në atë takim ishte thjesht për të dëgjuar se si po e koncepton zoti Basha këtë lëvizje. Dhe me sa kuptova unë, por edhe sa dëgjova nga auditori, dua të them se kjo lëvizje është e shëndetshme. Jo vetëm për Partinë Demokratike, por për të qartësuar atë vendim të 9 shtatorit, që nuk ishte thjesht nga dëshira e Bashës, për të cilën për këtë isha i bindur,
sepse po të ishte për dëshirën e Bashës apo për shërbimin ndaj Partisë Demokratike, një lëvizje e tillë duhet të ishte marrë para 5 vjetësh apo 6 vjetësh. Sepse në çdo drejtim të një force politike, të një organizate apo të një institucioni, prandaj vendoset një person, zgjidhet apo emrohet për të drejtuar, për të prodhuar ide, për të qenë kreativ me ato që vepron dhe për të zbatuar ligjin, sepse duke qenë kështu, gjithkush merr atë që meriton dhe jep atë që mundet për komunitetin për cilën është emëruar në atë detyrë. E qartë. Zoti Vreto, ju keni qenë në fakt dhe jeni shprehur gjithmonë që jeni pro bashkimit, por jo me zotin Sali Berisha. Jeni gjithashtu edhe, keni qenë mbështetës i zotit Basha, aktualisht si jeni pozicionuar në këtë fazë, kujtojmë që mbështetësit e Lulzim Bashës kanë thënë se ai po punon për ngritjen e Partisë Demokratike. Pyetja juaj është shumë e drejtë. Unë në fakt kam qenë dhe jam mbështetës i Partisë Demokratike. Nga 90-ta dhe deri tani. Partia Demokratike ka kaluar përmes kalvaresh të ndryshme. Ka pas rënjet dhe ngritjet e saj. Absolutisht ka kaluar disa kryetarë partish. Por në skenën e kësaj force politike nga brenda, por dhe në skenën politike shqiptare, ka qenë zoti Sali Berisha. Edhe kur këtë forcë politike kanë drejtuar, si Eduard Selami, Tritan Shehu, dhe së fundmi Lulzim Basha. Juve më kategorizoni si mbështetës të zotit Lulzim Basha. Në fakt, e thash dhe më lartë, unë nuk jam mbështetës i kryetarëve, por jam mbështetës i idealeve, jam mbështetës i meritokracisë, jam mbështetës i Partisë Demokratike. Dhe kam kërkuar me forcë që kjo forcë politike të profilizohet, të futet në boshtin ideologjik të djathtë, sepse vetëm atëherë populli, të djathtët, të majtët, të papartit, do ta besojnë si alternativë qeverisë. Prandaj edhe një herë, unë gjej rastin që të bëj thirrje militantëve, intelektualëve të ndershëm që t'i bashkohen Partisë Demokratike. Dhe ashtu siç u bë një hap pas siç e quajnë ata, po para siç them unë, nga zoti Basha, duhet të mbahet dhe një qëndrim i volitshëm nga zoti Berisha. Sepse siç po kuptojmë, si po shikojmë, asnjëherë nuk mund të bashkohet Partia Demokratike kur rryma të caktuara e përveçsojnë filozofinë e saj. Rryma të caktuara e dhunojnë filozofinë e saj. Rryma të caktuara sillen në mënyrë harbuçe me pjesën tjetër. Prandaj ne duhet të ulim tonet, duhet të zbusim zemrat dhe duhet i japim hapësirën dhe dimensionin e duhur se cilit individ që ka dhënë kontributet e tij në këto 31 vjet brenda Partisë Demokratike. Zoti Vreto, e shihni ju zotin Berisha si kryetari i Partisë Demokratike, nëse ndodh kjo, çfarë ndodh? Në fakt, unë zotin Berisha nuk do të dëshiroja të ishte më në drejtimin e Partisë Demokratike. Jo vetëm unë, por shumë antarë të Partisë Demokratike, shumë intelektual, shumë njerëz të papartia ose pjesa gri, siç quhet. Sepse zoti Berisha ka bërë shumë për vendin. Është një figurë e rëndësishme historike, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për Shqipërinë. Por ka ardhur një moment që
ato që nuk u realizuan në qeverisjen e Berishës, unë e kam thënë dhe disa herë, po për rrithem, kthimi i pronave, rehabilitimi për ndjekur politik, rishkrimi i historisë, vendosja e padrejtësive historike që bëri regjimi komunist për disa shtresa të popullatës, nuk mund t'i bëjmë zoti Berisha. Apo ata persona të grupit të rithemelimit që nuk janë më pak fajtorë se ai. 2005-2013 kanë pas postet më të rëndësishme në pushtetin e zotit Berisha. Por dhe 2013-2021 deri në 9 shtator kanë qenë grupi më i afërt i zotit Basha. Dhe kjo tregon se zoti Basha dhe zoti Berisha kanë bashkullhequr Partinë Demokratike. Prandaj, kjo forcë politike që ka 31 vjet histori, kam bindjen që do arri të gjej forcën dhe të prodhoj një elitë të re. Dhe kjo elitë e re të jetë përbashkuese. Jo duke linçuar, jo duke shpifur, jo duke denigruar, por duke i dhënë hapësirë dhe mundësi punës së gjithë secilit. Zoti Vreto, rreth 43.000 antarë të Partisë Demokratike e kanë dhënë votën e tyre kundër zotit Lulzim Basha. Ju si e lexoni këtë fakt? Bashkojmë këtu edhe zgjedhjet e 6 marsit, ku në fakt rezultuan humbse për zotin Basha. A duhet kishte reflektuar ndoshta më herët? Juve po thoni 43.000 antarë të Partisë Demokratike kanë votuar në një referendum për shkarkimin e zotit Basha. Unë për këtë e kam deklaruar edhe në faqen time në Facebook, në mbledhje kryesie, apo edhe në emisionet të tjera, që kjo është një manipulim. Absolutisht nuk kanë qenë 43.000. Unë e kam thënë që marr rrethin e Librazhdit, ku ata një komision ka deklaruar 450 veta, ndërkohë që janë 572 antarë, dhe atë ditë për fatin e mirë ishin të ndara gjërat sepse ishte edhe kuvendi zyrtari i Partisë Demokratike, dhe nga këta 125 veta ishin në Tiranë, ku 76 delegatë dhe pjesa tjetër ishin persona që kishin dëshirë të vinë në atë kongres. Dhe vetëm kjo bën që numri nuk del i saktë. Por pjesa më e madhe e antarëve të Partisë Demokratike, mas humbjes së zgjedhjeve, kanë marrë çantat dhe nga sytkëmbët kanë ikur për emigracion, apo dhe migracion brenda vendit. Në Greqi, Maqedoni, Gjermani, Angli, Francë e kudo tjetër. Prandaj e them me përgjegjësi të plot dhe kam kërkuar edhe listën ta vënë përballë që unë në moment që ishin 450 veta sa që deklaruan ato të Librazhdit, unë do t'jepja dorëheqjen sekretari i degës Partisë Demokratike. Por ata nuk e patën kurajon dhe guximin ta bënin, sepse do u dilte kjo që po them unë. Prandaj, edhe një herë, dua të jem shumë i qartë, shumë i qetë në deklaratat e mia se nuk ka qenë kaq numri, por edhe numri që ka qenë që kanë votuar kundër Bashës, ne duhet ta konsiderojmë si një problem brenda Partisë Demokratike. Përveç numrit kishim edhe rezultatin e 6 marsit që tregoi edhe mbështetësit. Unë do dilja aty, por me qenë se do e ktheja këtë përgjigje, por për rezultatin e 6 marsit unë e konsideroj prapë ndryshe çështjen. Ishte përballja e dy qeverive, ishte qeverisë Berisha dhe qeverisë Rama. Unë pata fatin që të isha në Vorë, në Durrës, në Lushq dhe në Rogozhin. Nuk isha në Shkodër dhe në Dibër. Jo se do bëja çuditëra për këto zgjedhje, por do kuptoja mirë se ç'ndodh. Dhe fakti është që të gjithë ish drejtuesit e Partisë Demokratike, doganier, ministra, ish zyrtarë të lartë, që kanë përfituar dhe kanë pas benefite, madje që kanë quar Partinë Demokratike në një humbje të thellë 2013 me 1 milion vota, si asnjëherë tjetër në historinë 31 vjeçare të demokracisë,
bëni fushat për kandidatët e shtëpisë së Lirisë. Dhe çfarë mund të them unë? Kur këta persona nuk u dukën në datën 25 prill, apo në 2017, me gjithë të eufori, me gjithë të para, por u stimuluan për datën 6 mars. Dhe kjo tregon vetë që Rama dhe grupi i rithemelimit koordinuan shumë mirë veprimet dhe e çuan jo Partinë Demokratike në humbje. Sepse dhe po t'i bashkoje të dyja bashk, prap populli mendoj, sepse për një vit Këshilli Bashkiak nuk ishte në garë, për një vit më mirë ta majnë Taqian se sa të vinë. Por për të denigruar zotin Basha. Dhe ja arritën qëllimit. Ka pasur dhe ide që të futemi apo mos futemi në zgjedhje. Sepse në 2019 ne i bojkotuam këto zgjedhje. Por gjithsesi, ne morëm pjesë dhe me të vërtet u zbuluan të gjitha skenaret e mundshme të bashkëpunimit dhe të bashkërendimit punëve të Edi Ramës me grupin e rithemelimit. Zoti Vreto, dua ndalem pak me ju edhe tek afera më e madhe korruptive ajo e inceneratorëve dhe arrestimi i ish-deputetit Bllako. Ju e keni cilësuar Bllakon të privilegjuarin e PD-s në vitet 2008-2013. Madje në një postim tuaj, më lejoni ta citoj, shkruani: "Duhet të merri leje tek ti për ndonjë punë sepse bëje komandën në sektorin e organizimit kur kjo forcë politike ishte në pushtet, por ishte pamundur sepse misioni jot ishte t'i shërbeje Partisë Socialiste, gjë që e bërë shumë mirë dhe more dhe shpërblimin." Në fakt, unë e bëra këtë postim në faqen time të Facebookut dhe dua të them se fenomeni Bllako në qeverisjen 2005-2013 ishte i shtrirë në të gjitha nivelet. Babai i zotit Bllako ka qenë kryetari i Partisë Demokratike. Absolutisht nuk ma asnjë përgjegjësi pse djali i tij bëri një lëvizje tjetër ke rilindja, ke LSI-ja, ke rilindja. Por ai u bë bashkë autor me të në aferën e inceneratorëve. Pasi paguhej me një rrogë të majme 8 apo 10.000 euro, se nuk e di sa. Por 2005-2013 ishin fenomene të tipit Bllako që qeverisën Partinë Demokratike. Dhe jo Partinë Demokratike, po qeverisjen e Partisë Demokratike. Dhe të gjitha ata kontributor dhe faktor mbetën të papunë, mbetën rrugëve. Nuk u krijosha hapësira dhe mundësia për të bërë një biznes. Nuk u krijosha hapësira dhe mundësia për të zënë një vend pune për aty ku ishin diplomuar dhe aty ku mund të jepin çka mundeshin për atë që kishin premtuar para elektoratit. Qartë. Dhe kjo bëri që ne sot të jemi një forcë politike e atrofizuar, e smur. Një forcë politike ku mbizotërojnë dogmat, ku mbizotërojnë baltosja, ku mbizotëron gjithçka e mundshme negative ndaj atyre njerëzve që punojnë dhe kanë sakrifikuar këto 31 vite. E qartë, zoti Vreto, unë falenderoj shumë që ishit në studio me mua. Edhe unë ju falenderoj nga zemra dhe ju uroj mbarësi në punën tuaj dhe dua dhe t'ju shpreh që jeni një televizion që jepni lajmin e saktë dhe të vërtet ashtu si është në kohë reale. Faleminderit.